Dhe nga ana tjetër, duke shkuar tani përtej kësaj. Se pyetja është, në fundit, ja se janë ca demokratët e poshtë po më shohin. Mirë jeni? Mirë shumë. Se për ju po flas. Jo, në fundit, s'keni faj dhe ju, se atë rrugaqin këtu ja u sjell këneta nga Tirana. Po duhet ju tregoj një fabul popullore. Mbledh babai djemt, kur ju rritën, edhe i thot të madhit, ti do kujdesesh për prodhimin e arës. I thot të dytit, ti do kujdesesh për shitjen e prodhimit. Kurse tretit të voglit i thot, ti do kujdesesh për babën, i thot. Që kur baba të lajthisi, mos e lësh të dalin nga shtëpia. I thot ai, po si do e marr vesh unë, thot, kur lajthi, kollaj fare, thot. Sa po baba, thot, të filloj të ngatroj fjalët e konakut burrave me fjalët e konakut grave, ti mos e lër më babën dalin nga shtëpia. Tani, mirë që gjithë të vite nuk u gjet as një djale, as një mike, as një që ti thoshte baba Bufit, lëre këtë muhabet, se nuk vazhdon më kjo punë, po sot zogjtë e ti e marrin dhe me tendë, e keni parë, e marrin me tendë, se edhe dielli nuk e mban dot më tani. E sjellin vërdall nëpër Shqipëri një njeri të mbaruar, të pashpresë, të dëshpëruar, mosha e ka lajthitur komplet, dhe demokratët, të zakonshëm njerëzit, ja ju që jeni aty e tjerët, duhet tani ta bëjnë rolin atij djalit vogël. Mendoj unë, se hynë dhe në gjuna, e kupton, hyni dhe në gjuna, se mirë të tjerë, mirë tani votën në kënet, se nuk është era parë që e bëni që e çoni votën kënet ju. Po hyni dhe në gjuna, që mbani rrugëve një njeri që duhet shkojë në shtëpi. Kështu që shikojeni këtë punë dhe këtu në Devoll e keni të dyfisht problemin. Hyni në gjuna njerë se çoni rrugeçër në Tiranë, nga Devolli. Devolli, vëndi, përveç se Dritora Gollit, vëndi i njerëzve më punëtor të njohur me nam. I burrave punëtor me nam. Devolli i mikpritjes e Devolli të tëra të mirave, si që ju njohim ne nga larg. Po kur na çojnë rrugeçër atje, një qatë të mund, një gjysmak, një qyryk që nuk ka lënë rast pa e treguar, dhe pa i rënë gjoksit, dhe pa bërë gjeste, dhe pa bërë shfaqje, për të thënë, unë jam qyryku, nuk e di. Shifni e bëni, ne duam që të jemi bashkë. Ne me ju, pa ju, ne do fitojmë. Puna është që bashkë me ju, ne të bëjmë atë që na takon për Shqipërinë, kurse ju bëni një rrugë dy punë, edhe për Shqipërinë edhe shpëtoni nga këneta më buridhec. Se do mbeteni tërë jetën e jetës, do bëni dhe ju një ditë si baba Bufit dhe s'do shifni pushtet me sy, më dëgjoni mua.